Keni kujdes, njerëzit që vuajnë nga kjo sëmundje e kanë reptësisht të ndaluar nga mjeku ta përdorin këtë produkt. Hudhra ka një larmi efekte shëndetësore në trupin e njeriut. Përveç përdorimit të tretjes dhe sterilizimit, hudhra ka edhe efekte të forta në rregullimin e lipideve të gjakut, uljen e kolesterolit, antikoagulimin, frenimin e qelizave të tumorit, uljen e sheqerit në gjak, mbrojtjen e mëlçisë, forcimin e imunitetit e të tjerë. Edhe pse hudhra është ushqyese dhe shëndetshme për trupin e njeriut, ajo nuk është e përshtatshme për të gjithë. Në përgjithësi, ekzistojnë 4 grupe të njerëzve që nuk duhet të hanë hudhër. Grupi i parë, pacientët me sëmundje të mëlçisë. Shumë njerëz kishin zakon të hanin hudhër për të parandaluar hepatitin, sidoqoftë, një mënyrë e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme për pacientët me hepatit. Kjo për shkak se hudhra nuk ka efekt në virusin e hepatitit dhe përkundrazi, disa komponent në hudhër, madje, mund të stimulojnë stomakun dhe zorët të pengojnë sekretimin e lëngut tretës në traktin e zorëve, duke rritur kështu simptomat e pacientëve me hepatit, si për shembull të vjella. Për më tepër, përbërësit e paqëndrueshëm në hudhër do të zvogëlojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe hemoglobinës në gjak dhe mund të çojë në anemi, e cila nuk është e favorshme për trajtimin e hepatitit. Grupi 2, pacientët me diare. Njerëzit, nëse vuajnë nga enteriti jo bakterial ose diare, ata nuk duhet të hanë hudhër. Nëse ata nuk i kushtojnë vëmendje këtij njoftimi, do të vazhdojnë të hanë hudhër. Aroma pikante e hudhërës do të stimulojë zorët dhe më pas do të çojë në hiperemi të mukozës së zorëve, do të përkeqësojë edemën, duke e bërë kështu sëmundjen më të rëndë. Grupi 3, pacientët me sëmundje të syrit. Njerëzit që vuajnë nga glaukoma, katarakti, konjunktivi dhe sëmundje të tjera të syve duhet të hanë më pak hudhër në dietat e tyre të përditshme. Mjekësia kineze beson se konsumimi afatgjat i sasive të mëdha të hudhërës dëmton mëlçinë dhe syt. Përndryshe, me kalimin e kohës, ajo do të çojë në shumë simptoma serioze siç janë shikimi i dobët, tingëllimi në vesh, humbja kujtesës e të tjerë. Përveç se duhet të hanë më pak hudhër, ata gjithashtu duhet të hanë më shumë ushqime të pasura me vitamin A, vitamin B1 dhe riboflavin, siç janë mëlçia e kafshëve, vezët, qumshti, karrota, domatja e të tjerë. Dhe grupi 4, pacient me sëmundje të tjera të rënda. Në përgjithësi, tani hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante është e dobishme për njerëzit e shëndetshëm për të ruajtur shëndetin afatgjat, ndërsa për pacientët që janë të sëmurënd dhe janë nën kujdesin mjekësor, ngrënia e hudhrës do të sillte efekte anësore dhe të konsiderueshme në trupin e tyre. Komponentët që përmbahen në hudhër jo vetëm që do të ndikojnë në efektin e ilaçit, por gjithashtu mund të kenë reaksion zinxhir me ilaçin dhe pastaj të përkeqësojnë edhe sëmundjen.